Në Preshev do të zhvillohet konferenca ekonomike me qëllim për të ndarë ide, përvoja dhe për të ndërtuar ura të reja bashkëpunimi. Po çfarë synohet me këtë aktivitet? Çfarë po ndodh në luginën e Preshevës? Kam në lidhje të drejtë për drejtë Xhelal Mehmetin, kryetar i afaristëve për Preshevën. Zoti Mehmeti, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Cili është qëllimi i këtij aktiviteti në Preshev? Kjo është konferenca e tretë me radhë. Qëllimet e tona janë jashtëzakonisht mëdha, ambicet e tona janë tepër shumë të mëdha për shkak që ne kemi nevojë për shumë gjëra. Por ajo e veçanta duhet të thekë sepse ditën e premte konferenca e tretë me radhë kemi arritur që të bëjmë gurthamelin e pikës grumbulluese, pikërisht që ishte dalur dhe nga konkluzionet e konferencës së parë dhe të dytë, dhe ne jemi bërë gati se gjithë shka gati dhe jemi tërkohën në komunikacion me gjithë mysafirët që janë të ftuar dhe të marrin pjesë dhe nga ta ka shumë që të marrin pjesë sepse është një interes jashtëzakonisht i madh se kur më parë kjo nuk ishte ndodhur në luginën e Preshevës që të jetë një konferencë këtij niveli dhe ne po presim mysafirë nga Kosova, Maqedonia e Veriut, nga Shqipëria, mbi gjitha nga diaspora që nga Australia deri në Turqi, ku rjeti global shqiptar ka organizu degët e tyre jashtëzakonisht mirë dhe çdo moment jemi të pritën që të na vinë dhe ne ditën e premte do ta kemi një festë shumë të madhe në Preshev. Mirë, lugina e Preshevës, Presheva, Medvedja dhe Bujanoci janë të diskriminuara sa i përket zhvillimit ekonomik nga ana e Serbisë, po kështu pasivizimi i adresave, pra gjithçka se si ata qytetarë të largohen. Këto takime kanë projekte konkrete, synojnë të mbështesin në zhvillimin ekonomik, në hapje vende pune, çfarë synohet përmes tyre dhe sa të gatshëm janë në atë situatë që është atje të investojnë investitorë shqiptar apo jo? Po, është e vërtetë se përgjithësi në Ballkan, por në luginën e Preshevës është një situatë paksa e prisht politike, por ne si Unioni Afaristëve Vizioni për Preshev, Medvedj dhe Bujanoc, absolut nuk kemi të bëjmë asgjë me politikë, ne jemi duke e kryer punën tonë. Gjendja ekonomike është jashtëzakonisht tepër e rëndë. Gjeostrategjia e luginës së Preshevës është në një pozitë shumë të lakmueshme, sepse jena në një qendër ballkanike dhe çdo kush dhe çdo që bën me Evropën duhet të kalojë nëpërmes Preshevës. Pikërisht ishte edhe kjo pika grumbulluese, hambari i luginës, ishte kjo ideja që ne ta bëjmë një qendër takimi për afarist ku do të mund të shkëmbehen edhe materiale të ndryshme, po mbi gjitha produktet e luginës së Preshevës, produktet bujqësore duhet gjithsesi të hapin treg në vendet perëndimore. Ne kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me odën ekonomike të Serbisë, me odën ekonomike të Kosovës, me AKB-n, me odën ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, gjithashtu dhe me dhomët tregtare në Tiranë dhe forumi ekonomik mbar shqiptar. Kështu që ne mendojmë se jemi duke bërë punën tonë aq sa dim dhe sa mundem në këtë aspekt.